të ketë alibin edhe për tërheqjen e forcave të tjera në koalicion apo në aleancë, apo edhe për goditjen që thash të armëve taktike strategjike. E qartë, por cilat do të ishin pasojat, zoti Bilali, pra e gjithë kësaj situate, në të gjithë stabilitetin e lindjes së mesme? Po lindja mesme vetëm ka hyrë në fazën të ndryshimit për miljenumin apo shekullin e ardhshëm. Unë fali, e kam fjallë për një shekull. Qartë. Se shekullin tash nuk mund të ashtypim. Jem ku jem në qerekun, veç kem kalu qerekun e parë. Por, do thotë bëjmë fjallë për 100 vit që në ardhshëm. Apo dhe ndoshta edhe ma shumë. Dhe kjo janë disa fakte që flasin dhe janë kokëforta, që lindja mesme do ndryshon radikalisht, qoftë në implikimin e faktorëve tjerë, zhjimin apo rilindjen e civilizimit, më të thëmë drejtën të arabët është do shta shtirë të thua se kanë fragmentim dhe kanë qenë vendet do thotë vazale që dhe sot ka një udhëheqje të atillë cila në një farë mënyrë të 440 milion arab si populacion nga Maroku e deri te Katari atje. Mendoj që kanë probleme jashtëzakonisht të mëdha të cilat mund të them në një moment flasin shumë për gjendjen e tyre jo të mirë. Por mund të jetë kjo njëra ndër arsyet që mund të kenë një zgjim të tillë, sidomos të Egjiptit, pastaj besoj edhe vendeve tjera të cilat mund të vinë në një pozicion kur atë çka është garantuar me mbrojtjen apo sistemin e mbrojtjes kundër ajrore amerikane, në këtë rast të vendet të gjirit që nga Kuvajti deri te Omani atje, kanë treguar që është një lloj dështimi sepse kanë arritur që iranianët të godasin paralelisht. Bile mund të them java parë ka qenë goditje më tepër në bazat amerikane dhe në infrastrukturën amerikane, por në burimet e energjisë së këtyre vendeve për ta dobësuar sa më shumë sistemin i cili ka për qëllim është burim i energjisë edhe në nivel ndërkombëtar. Dhe kjo mendoj që do ketë ndryshime rrënjësore në lindjen e mesme, të cilat do kenë impakt, mendoj, që thash për 100 vite tash. Zoti Bilali, nga ana tjetër kemi një paralajmërim nga presidenti i SBA-s Donald Trump për aleatët dhe vendeve që përfitojnë nga trafiku i naftës në ngushtisin e Hormuzit. Mendoni se po përpiqet tashmë presidenti i SBA-s ndoshta të krijojë edhe një koalicion ndërkombëtar për të kontrolluar ngushtisin e Hormuzit? Po kjo ngushticë është, them drejtën, mund të kontrollohet, por humbjet mund të jenë jashtëzakonisht të mëdha. Ka tentativa për flitet për dërgimin e 5.000 trupave amerikane, trupave speciale, të cilët duhet të jenë idhëse në cila është baza ku bëhet përpunimi i naftës dhe janë bunkere të tilla të cilat shërbejnë pastaj për mbushjen e tankerëve dhe gjithë ajo naftë dhe gaz që importohet nga Irani, sidomos nga vendet të Azisë së lartë dhe sidomos Kinës, e cila është mund të them importuesi më i madh me 5.5 milion barela fuqinë në ditë. Kjo mendoj që është hyrë në një farë mënyrë Trumpin që ta merr këtë iniciativë për të filluar një zbarkim të trupave në tokën iraniane, në Kitishull, e cila që 2-3 ditë ka që qarkullon që me që se kry disa bombardime nga B2 apo B1, në duket. Dhe këtë të ratë tregon që mund të kem një invazion të tillë të trupave toksore, por kjo pikë është 30 km nga
pjesa toksore kontinentale e Iranit, e cila mundet me rëbeshe të mëdha dhe me arsenalin iranian të goditë dhe këto është ai rreziku që hyrja e këtyre trupave në këtë ishull, në këtë idhë fali, është jashtëzakonisht e vështirë, por Trump po tenton të krijojë dhe thirrje i bën edhe aleancës NATO-s që të marrë pjesë me anijet e tyre dhe me teknikën e tyre të dalë në ndihmë Amerikës, sipas tij për ta shpëtuar krizën e energjisë. Por shkaktarët në këtë të tërë këtë krizë dihet që janë ma shumë dimensionale dhe nuk është në pyetje vetëm një faktor. Por mendoj që ekskluziv Trumpi ka problematikë sa i përket të tërë këtij aksioni apo nisjes së kësaj lufte dhe në një farë mënyrë është problem të gjendet një rrugë për të dalur nga kjo luftë, por rreziqet janë për skenare të cilat mund të jenë fatale për të ardhmen jo vetëm të Iranit, por mendoj edhe të lidhjes së mesme, por edhe Baxher. Dhe në këtë drejtim thirrjet e presidentit amerikan janë me të vërtetë të cilat ndonjëherë duket që zërat të cilat janë të çakurduar me realitetin çfarë është në terren atje, sidomos me gjeografinë e Iranit, sepse trupa toksore është problematike. Po flas, hyrja direkt është një territor sa gjysma e Evropës. Tash llogarit sa forca nevojiten amerikane për të hyrë. Meqense se ky opsion nuk vjen në shprehje, besoj që është vdekje prusë. Qartë. Mirë, zoti Blali, e mbyllim me të gjithë tentativën pra për të përfshirë në këtë konflikt edhe Turqinë. Çfarë po ndodh realisht? Po sigurisht Turqia ka një pozicion që ka kujdes, nuk do futet në luftë. Këtë më duket e ka treguar edhe retorika e Erdoganit, që ne jemi vëllezër dhe vëllezër është interesi që ta çakordoj lidhjen e mesme ta vënë në flakë e Izraelit, sepse nuk mund ta fut në luftë me vëllezërit. Ne jemi vëllezër mes vete dhe kjo nuk mund dhe nuk do të ndodhë. Dhe këtu ka qenë, me duket çdo gjë, forcat që kanë dëshiruar të krijojnë kaos në lidhjet e mesme kanë pasur sy Arabinë Saudite dhe Turqinë sidomos për ta futur në konflikt me Iranin. Dhe pastaj të bëhet ajo tërheqja dhe